Për disa prej zhvillimeve kryesore rajonale, kam kënaqësi të kem të ftuar tashmë në studio për te komunikimit tonë të vazhdueshëm edhe përmes metodave teknologjike, ish diplomatin Sy Lukshini. Mirë se erdhët, profesor. Faleminderit, kënaqësi që jemi së bashku. Të doja në fakt ta nisnim së bashku, ju e njihni shumë mirë politikën e jashtme, e njihni shumë mirë politikën në rajon. E dini se çfarë po vlon në Maqedoninë e Veriut, ishte protesta e studentëve me datë 6 prill me kërkesën kryesore për të dhënë provimin në gjuhën shqipe, provimin e jurisprudencës, po kjo duket se ka hapur plagë të thella në shoqëri dhe ka treguar edhe një herë për çarjen e politikës në Maqedoninë e Veriut. Keni ju një koment për mënyrën se si shqiptarët po trajtohen shtetin fqinj? Këtu janë dy probleme. Unë mendoj që elita politike që është aktuale në pushtet në Maqedoni, elita shqiptare që ka zëvendësu partinë e Ali Ahmetit, unë mendoj që nuk duhet të bëj kompromis në këtë pikë, sepse nëse ne flasim dhe mësojmë një histori që shqiptarët në vitet e fundit perëndërisë nuk kanë pas të drejtë arsimimi dhe të flasim edhe në shekullin 21 një Maqedoni që pretendon të jetë pjesë e BE-s dhe është pjesë e NATO-s dhe pretendon që shqiptarët mos kenë të drejtë përdorimit të plotë të gjuhës shqipe, kjo është jashtë çdo norme dhe ka elemente raciste. Në anën tjetër, më shqetëson apatia Bashkimit Evropian qendrave ndërkombëtare të vendosjes, sepse po të ndodhte një gjë e tillë me serbët në Kosovë ose me grekët në Greqi, grekët në jug të Shqipërisë, atëherë do të dëgjonin të gjitha reagimet ndërkombëtare që Shqipëria po shtyp drejtat e minoriteteve, Kosova nuk bën kështu, duhet vendosim sanksione. Unë mendoj që ka një tolerim të pa justifikueshëm qendrave ndërkombëtare të vendosjes. Në anën tjetër, është vetëm Kosova dhe Shqipëria që nuk e kontestojnë shtetësinë, gjuhën dhe identitetin e Maqedonisë. Dhe par nga kjo perspektivë Maqedonia do duhet të ishte mirënjohëse për këtë punë, sepse edhe Prishtina edhe Tirana kur nuk kanë nxit turbullira brenda Maqedonisë edhe pse kanë pas drejtë. Unë mendoj që kjo është linja kuqe që nëse prek këtë çështje e gjuhës, unë mendoj që shqiptarët duhet ta marrin në konsiderat edhe largimin nga koalicioni, sepse nuk ja vlen domethënë të qëndrohet në pushtet. Nuk po duket se ka një lëvizje të tillë gjithsesi nga faktorët shqiptarë. Jo, atëherë duhet të tregojmë domethënë që cili kualiteti i zëvendësimit të partisë Ali Ahmetit. Prandaj ka të drejtë Ali Ahmeti kur thotë që unë kam bërë disa gjëra. Dhe nëse vjen një parti që shihet që e ka rrit influencën serbe dhe tenton domethënë të instaloj politikat e viteve komuniste kur shqiptarët shtypishin për drejta dhe gjuhën, unë mendoj që këto janë çështje të tejkaluara. Në shekullin 21 nuk mund skllavërohen shqiptarët, nuk mund ti mashtrosh shqiptarët duke hapur një fakultet për studime islame dhe për hoxhallar, por në anën tjetër të ndalosh gjuhën shqipe. Unë nuk e di pse është kjo frikë e slavo-maqedonëve kaq e madhe për identitetin e shqiptarëve. Dhe shqiptarët janë aty dhe kanë kalu kohat, është e pamundur, është e paimagjinueshme që një Maqedoni e breshtë, e cila kontestohet edhe nga Greqia, edhe nga Bullgaria, edhe nga Serbia, domethënë të hap një front për hir të Serbisë, të hap një front me shqiptarët, me Kosovën, me Shqipërinë dhe me shqiptarët brenda. Unë mendoj se kjo nuk i kontribon stabiliteti. Kosova e ka thënë dhe vazhdon të thotë dhe unë besoj që është mirë, që është strategjike që të ketë stabilitet Maqedonia. Po ky stabilitet nuk mund të ndërtohet mbi kurrizin dhe duke cënuar të drejtat e shqiptarëve. Këto janë politikat e shekullit 19. Dhe unë mendoj që nëse Maqedonia nuk dëshiron të luajë me fatin e vet, unë mendoj që duhet heqë dorë nga këso politika me elemente raciste. Po, gjithsesi Albin Kurti nuk është se reagoi për atë se çfarë ndodhi. Ishte i vetmi nga politikanët në Kosovë, paktën me vëzhgimin që kam bërë unë, që nuk reagoi për protestën e studentëve. Nuk e di të them drejtën, a kanë reaguar edhe partitë të tjera, por unë mendoj që kjo është pika mbi cilën ne nuk duhet të tolerojmë. As qeveria Kurti, as opozita. Po themi qëndrimit apo miqësisë që ai ka me faktorin shqiptar që është bashkëqeverisje me vlen. Ju nganjëherë shenin politik, domethënë për shkak konjunkturave, qëndrimeve të caktuara politike. Unë mund të mos ta du personalisht Ali Ahmetin, por Ali Ahmeti domethënë ka sjell një status të ri të shqiptarëve brenda saj.
Tasha ka pas defekte qeverisja ti pa diskutim që ka, po ti nuk mund të më hash ndryshimet që ka ndodhë, me atë që ka përfacu Ali Ahmeti. Dhe nëse vjen një garnitur politike që zavëzën Ahmetin dhe vjen me pretendimet të mdhaja, po ndërko diskutohet mundësia e cënimit të gjuhës shqipe, unë mendoj që këtu nuk duhet këtë kompromis, këtu nuk duhet të tolerohet Macedonia, sepse atëherë rritën ambicet, hegemonit, të Slavo-Macedonëve ndaj shqiptarëve. Dhe mua më vjen keq, nuk është çështje nacionalizmi, por më autokton janë shqiptarët e Macedonisë, në Macedonisë sa Slavo-Macedonët, të cilët në fakt unë s'du ta kontestoj, por janë një komb artificial i krijuar në konjunkturat e komunizmit jugoslav, për të bënë atë balancat. Dhe kur ke shtëpi nga qelë që mos e sulmo fqiun me gurë, sepse atër është... I ke bazat e brishta. Po. Profesor, dua minutat në vijim të shfrytëzojmë për dy çështje. Një, nisur nga aktualiteti ka pasur një komision sot në Kosovë, Komisioni për të drejtat e njerëzit, ku është ftuar për një bashkëbisedim, po themi apo për një kërkesë llogarie ministri për vlerat e luftës Andin Hoti, që vjen po ashtu nga një familje me kontribut të veçantë të rëndësishëm me peshë në luftën çlirimtare, por edhe qëndrimin përballë serbëve, dhe ku është diskutuar ndër të tjera për unifikimin që duhet ketë shteti i Kosovës përballë procesit në Hag. Ne jemi në pritje të një vendimi pas përmbylljes asaj maratone sage të gjatë me togat e zeza aty, por më bëri përshtypje se ka qenë deputeti i PDK-s, zoti Ertan Berami, i cili ka ngritur pyetjen se çfarë do të ndodhi nëse krerët e UÇK dënohen. Dhe ai kishte fjalën për përgatitjen e shtetit për fonde shtesë në mënyrë që ato të shkonin për mbrojtjen dhe përballjen me shkallët e tjera të drejtësisë ndërkombëtare. Çfarë duhet presim nga Haga dhe si do duhet të jetë qëndrimi i politikës në Kosovë përballë këtij zhvillimi të rëndësishëm? Kjo do të jetë sfida më e madhe e Kosovës dhe shtetit Kosovës në vitin 2026. Natyrisht që për shkak rivaliteteve politike njerëzit kanë menduar se e jekim një figurë shkon dënohet, por në fakt nëse dënohet kauza jonë, lufta jonë, atëherë ne nuk kemi referencë. Dhe unë kam botuar së fundi një shkrim paralajmërimi i Kadares, dhe mua më kujtohet me 16 dhjetor vitit 1999, sa bukur e mboj mend datën, në Le Monde, Kadare paralajmëron, që Serbia me miqtë vet në Evropë ka filluar të përmbys narrativën e luftës së Kosovës, duke i përdorur edhe disa shqiptarë brenda gjëja të moderuar, open mind, për të ndërtuar një diskurs se UÇK pas ka qenë, përndjekse e shqiptarëve. Dhe kjo narrativ e ka rri kulmin dhe tani kemi gjykatën speciale e cila unë mendoj që është një produkt i propagandës edhe serbe edhe ruse. Dhe më parë nga kjo perspektivë, çdo dënim eventual, unë mendoj që do të ishte një barë madhe për Kosovën, do të ishte një ndëshkim i madh edhe për vetë intervenimin e NATO-s, sepse nëse ka thonë Ivan Krastev, intervenimi i NATO-s në Kosovë, lufta UÇK-s, ishte bushti kurrizor i rendit liberal. Dhe kundërshtarët e këtij rendi liberal e ngritën këtë gjykat me një raport fantazm që kishte elemente raciste të Dick Martit dhe i cili po del që është fake, dhe për cilën unë mendoj që Këshilli i Evropës do duhet t'i kërkonte falje, edhe Shqipërisë dhe Kosovë. Po t'isha partia e opozitës, se mirë, qeveria mund të mos të thotë. Unë do thoja qartë, nuk aplikoj në Këshillin e Evropës pa e tërheqë rezolutën e Këshillit e Evropës. Nëse gjykata speciale nuk e konfirmon raportin e Dick Martit, sepse është normale, çdo shtet normal, çdo popull normal i kërkon. Dhe unë mendoj që nëse aleatët tonë që na kanë ndihmuar në rrugtimin e shtetë ndërtimit, e kanë një mend dhe nuk kanë heqë dorë nga kjo. Unë mendoj që gjykata duhet të jap një verdikt të pafajësisë, sepse ka habi diçka qartë fundamentale që se lëviz as bomba atomike. Në histori që i kam mësuar edhe në Berlin dhe në Vjenë, ku kam studiu, janë thuhet krimet e luftës si qëllim dhe si pasojë. Këto dy gjëra nuk duhet të ngatruar. Askush nuk po thotë që mas luftës ka ndodhur ekscese, ka pas kaos, kur pushtetin e ka pas unimiku dhe këfori. Por nuk mund të barazosh, nuk mund të bësh simetri
me një luft ose me një krem që ka qenë i projektuar nga shtabi shtetëror për t'i dëbu shqiptar, për të ndryshu etnin, ose për të kriju, si e ka bën Eichmann me hebrejt, Judenfrei. Domethënë që të ketë Gjermania të jetë e lirë nga hebrejt. Të njëjtin koncept e ka promovu edhe Serbia për më shumë se një shekull. Aja çfarë ka bërë Miloševići vetëm ka qenë kulmim e atyre projekteve hegemoniste. Dhe ta marrësh këtë dhe ta barazosh me disa krime individuale që mund të këndodhë si pasojë mungesës shtetit, ligjit, ose edhe fundit edhe si lloj hakmarrje, sepse ne nuk kemi pas atë kuraje, po se besoj që as prokurorët nuk e kanë atë kuraje nëse ne e marrim hipotetikisht ngritemi dhe ju vrasim antarë familje prokurorëve, ata nuk do të vrapani neve të na përqafonin dhe të thonin ministerëve. Dhe ka thoni general Gjerman me njerë mas lufte, mos presni që shqiptarët sa të kthehen në Kosovë për vujtjet që kanë pas, për vrasjet, për dhënimet, sa ta shohin një serb do ta përqafojnë dhe do të gëzohen që e takuan. Ju, profesor, thatë shumë mirë që kjo do të jetë pikërisht sfida më e madhe me cilën do të përballet shteti i Kosovës, në kuptimin e qëndrimit që ajo do të mbajë përballë këtij procesi ndërkombëtar, gjithsesi të vënë në shumë drejthije. Kam shumë pak minuta në dispozicion, pyetja e fundit është e drejtë për drejtë. Kosova shkon në zgjedhje apo do të ketë një manovër të fundit politike për të zgjedhur kreun e ri të shtetit? Ju përkërkoni shumë shkurt, po me që u zgjidh Gryka Hormuzit, unë besoj që nuk është zgjedhja presidentit sa Gryka e Hormuzit. Nëse ne duhet bisedojmë me serbët dhe gjejmë kompromise, është pak e çuditshme pse partitë politike nuk e gjejnë një kompromis për hir të shtetit. Por gjërat po duken që më shumë do të shkojmë drejt zgjedhjeve, ndërka që këto takime më shumë po shërbejnë, domethënë për të kamuflu gjëja ose për të ne u përpoqëm, për ta zhvendosur përgjegjësinë te pala tjetër. Dhe kjo është e keqe, unë mendoj që ne e kemi humbur besimin dhe reciprok të subjektet politike që në të kaluarën ndoshta për shkak që ka qenë në çështja e shtetëndërtimit prioritet. Ka pas më shumë kompromise, më shumë koalicione dhe ne e dimi që me njerë mas luftës qeveria pare Bajram Recepit ka qenë qeveri ku janë të bu gjitha partitë e luftës, LDK-ja, Rugova ka marrë pozitën e presidentit, e ka ofru kryeministit dhe kjo unë mendoj që i ka bën mirë shoqërisë kosovare dhe 2 vjet mas lufte ju nuk e imagjinoni çfarë klime të qetë ka pas një vend posa kishte dalë nga lufta. Tani duket se interesat personal janë vendosur mbi interesat e mbarvajtjes politike të Kosovës. Pa diskutim që po, unë mendoj që ka emra për plot që mund me qenë kompromis jashtë partive politike. Më thuaj një emër, profesor. Jashtë partive politike ne kemi Atifete Jajavën, një person që gëzon reputacion dhe lidhje të mira me SBA, me lindjen e mesme. Po, dhe ka qenë edhe më herë, domethënë si kompromis mes PDK-s dhe AKR-s dhe LDK-s, dhe mund të jetë një emër që nuk ka mosdorim në skenën politike dhe nuk përfaqëson në një rrymë të caktuar ose nuk ka shkaktu përplasje si që ka shkaktu që të jetë e mos pranuar nga në gjëra po, për shumë sukur që kemi zonjën e Osmanit. Në diskutim. Gjithsesi, kemi folur për rolin e zonjës Osmani, gjithsesi nuk është hedhur ende në diskutim tavolin publikisht, po themi këtë. Por, emra politik ka, për shumë, emra politik është Glau Konjuca, është të PDK-ja, është Enver Hoxha, të LDK-ja mund të jetë Abdullah Hoti, ose dikush, do më thonë, nuk është se Kosova vuan për emra. Unë mendoj që vetëm duhet ketë më shumë vullnet për të bërë kompromis, jo për partitë politike, po për hir të Kosovës dhe proceseve të cilat e presin, sepse e habi ne kemi edhe marrëveshjen e orit. Është një marrëveshje që do të sjellë kokëdhëmbje për çdo qeveri që të vjen, edhe për qeverinë aktuale, edhe për qeverinë, sepse është një marrëveshje që ka lënë shumë porta hapur dhe ka shumë gjëra për të interpretuar. Në anën tjetër, unë mendoj që partitë e opozitit, po tisha unë do dilja me një kërkesë
të dizajnuar për resitimin e dialogut të Brukselit, sepse dialogu si ka rrjedhur deri më tani nuk i ka sjell Kosovës avantazh dhe vonesa. Nuk ka pasur lëvizje zëre Në tjetër, tradhtia që ja ka bërë Bashkimi Evropian Kosovës me gjykatën speciale, unë mendoj që është mësimi më i mirë që në diplomaci nuk duhet të jesh naiv. Nëse je naiv, e paguan çmimin. Prandaj Kosova nuk guxon të bëj asociacion jashtë marrëveshjes finale. Fillimisht Kosova do duhet të tregoj pjekuri politike për të kaluar këtë krizë më pas për të përballur me gjithë sfidat e tjera. Profesor, shumë kënaqësi. Uroj të na përgjigjeni dhe në komunikimet e tjera online që ne zhvillojmë zakonisht. Kënaqësi.